Tre punonjës të policisë Orikum janë arrestuar pas akuzës për korrupsion dhe shpërdorim detyre, mes tyre edhe shefi i stacionit të policisë. Sipas njoftimit të AMP-s, Drejtoria e Hetimit dhe Drejtoria Rajonale Vlorë Gjirokastër kanë ekzekutuar vendimin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke caktuar masën e sigurimit personal arrest në shtëpi për efektivin me inicialet DL, inspektor krimesh pranë stacionit të policisë Orikum. Shefi i stacionit të policisë Orikum, si dhe AF, specialisti i policimit në zonën pranë stacionit të policisë Orikum, sipas AMP-s hetimet e SPAK, kanë zbuluar se në shtator të vitit të kaluar, efektivët kanë kërkuar dhe marrë nga një shtetas shumën prej 270.000 lekësh në këmbim të shmangjes nga përgjegjësia penale. Hetimi u zhvillua disa muaj me metoda speciale në drejtim të SPAK, duke u mundësuar dokumentimi i veprimeve korruptive me prova ligjore. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, e cila ka caktuar masën e sigurimit personal me karakter shtrëngues, arrest në shtëpi, parashikuar nga neni 237 i kodit penal ndaj punonjësve të policisë, DL me detyrë inspektor krimesh pranë stacionit të policisë Orikum, AJ, shefi i stacionit të policisë Orikum, si dhe AF, specialisti i policimit në zonën pranë stacionit të policisë Orikum, të dyshuar për kryerjen e veprave penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike në bashkëpunim me shpërdorim i detyrës, parashikuar nga nenet 259, 248 dhe 25 të kodit penal. Drejtoria e Hetimeve është vënë në dijeni se këta punonjës policie në shtator të vitit të kaluar, në kundërshtim me ligjin dhe duke keq përdorur atributet që ju jep funksioni, kanë kërkuar dhe marrë nga një shtetas shumën prej 270.000 lekësh në këmbim të shmangjes nga përgjegjësia penale. Pas hetimit disa mujor me metoda speciale në ndrejtimin e SPAK, bëhet i mundur dokumentimi me prova ligjore i implikimit të punonjësve të policisë në veprime korruptive dhe shpërdorim të detyrës, ndërkohë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.